Komisioni Qendror i Zgjedhjeve refuzoi këtë të diel kandidaturën e Gjergj Nikës për kryetar të Bashkisë së Florës. Sipas institucionit që administron zgjedhjet në Shqipëri, Nika nuk mund të regjistrohet me argumentin që edhe pse si këshilltar nuk kishte nevojë të mblidhte firma, ai duhet të paraqiste një komitet nismëtar për të regjistruar si pavarur. Por vet Nika pretendoi se lejon ligji për të zgjedhurit me votë që ai të regjistrohet për këto zgjedhje të 9 nëntorit. Mandatet nuk janë të subjekteve politike, por janë të individit. Edhe disponon vetë individi pasaj mbi atë mandat. Por ju e keni marrë këtë mandat duke qenë në listën shumë emërore. Pra, nuk kemi në rastin kur e keni marrë këtë mandat si i zgjedhur i propozuar nga zgjedhësit, apo jo? Jo. Dakor. Dhe sot vini këtu si kandidat i mbështetur nga zgjedhësit. Kështu është. Në bazë të 70.4. Kështu. Po. Edhe për ju, po më shumë për përfaqësuesin se e kupton shumë mirë se çfarë jam duke thënë. Ne nga do duhet ta kuptojmë sot që ju jeni kandidat i propozuar nga zgjedhësit. Unë në radhë parë njerë ma lejon ligji, sepse ti e këtë shprehur shumë qartë në 70.4 ti thua, kandidatët të mbështetur nga zgjedhësit ekskludohen nga pika 3, që janë kandidatët për kryetarët e bashkive, antarët e Këshillit Bashkiak dhe deputetët. Dhe me një vërtetim nga institucionet e tyre, mund të regjistrohen duke mbajtur një mandat më shumë se 6 muaj. Ajo është e shkruar shumë qartë, nuk ka interpretim tjetër. Në qoftë se do ishte që në pikën 4 nuk do shkruaj heqja e pikës 3, atëherë këtu do kishim mënyrë për të interpretim dhe gjëja do ishte gri. Po gjëja është shumë e qartë. Dakor, pra ju po thoni që është e mjaftueshme kaq? Sido që unë besoj që është e mjaftueshme kaq sepse ju vetë keni bërë këtë gjë të qartë për të qenë e qartë. Dhe sido që tjetë unë në atë zonë si mandatin, si ta ke marrë nga subjekti, si ta ke marrë personali u përfaqësoj zgjedhës, nuk përfaqësoj veten time, dhe unë atje jam për qytetarët, nuk jam për Gjergjin. Përderisa dhe qytetarët më kanë mbështetur për këtë pjesë. Por kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, ishte i prerë në zbatimin e rregullores, kur tha se Gjergj Nika duhet të respektonte procedurën për të shkuar te procesi regjistrimit si kandidat i pavarur për kryebashkiak të Vlorës. Në antar të Këshillit ose deputet apo kryetar bashkie, do duhet të vinte propozimi për ta nga një komitet nismëtar. Kemi një precedent të tillë. Kështu që edhe duke respektuar këtë precedent, me realisht me keqardhje më të madhe, por nuk mund ta regjistrojmë si kandidat. Disa ditë më parë, Gjergj Nika shpalli kandidaturën e tij për kryetar të Bashkisë së Vlorës. Nika përmes një postimi në Facebook u shpreh se qyteti i Vlorës ka nevojë për një përfaqësim të ndershëm dhe se ai ka qenë krah parimeve dhe qytetarëve.